Personat që hanë hurma arabie duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Hurmat arabis janë në plot me vlera të shijshme dhe me nivele të larta të ushqyesve. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë teje të mirëbërëse për organizmin. Ato ofrojnë një sër përfitimesh. Hurmat arabis janë një burim shumë i mirë i fibrave, element shumë të rëndësishëm të mineraleve dhe vitaminave, të cilat trupi juaj ka të nevojshme për aktivitetet e duhura ditore. Ato ndihmojnë gjithashtu kundër shqetësimeve të konstipacionit dhe problemeve të tjera të sistemit tuaj tretës. Hurmat arabis mund të gjenden kudo nëpër dyqanet e ushqimeve në Shqipëri, madje edhe në ambiente të ndryshme të kuzhinave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të ndryshme. Në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni të paktën 2 deri në 3 hurma çdo ditë. Ato janë teje të mira për organizmin dhe mund të ndikojnë pozitivisht edhe në sistemin tuaj tretës. Hurmat përmbajnë nivele shumë të mira të fibrave, të cilat janë përbërës i kyç në tretjen e shëndetshme. Një sasi prej tyre prej 100 gram ofron 7 gram fiber, e cila ndihmon në lëvizjen më të mirë të zorëve, sidomos tek personat që vuajnë nga konstipacioni, duke i ndihmuar ata të mos vuajnë nga këto komplikacione, të cilat e rëndojnë tretjen gjithmonë më shumë. Hurmat arabis do të rrisin nivelin e energjive tuaja trupore. Hurmat arabis janë të ëmbla, megjithatë, ato nuk e rrisin sheqerin në gjak. Kjo ndodh gjithashtu edhe falë fibrës e cila ngadalëson përthithjen e sheqerit. Hurmat arabis ofrojnë më shumë energji e cila është e qëndrueshme edhe jo e luhatshme. Nëse doni të qëndroni më energjik gjatë ditës, konsumoni hurma arabie. Ato janë të pasura me nivele shumë të mira të antioksidantëve. Hurmat arabis përmbajnë nivele të mira të antioksidantëve, të cilët do të neutralizojnë radikalet e lira në organizëm. Radikalet e lira në organizmin tuaj janë gjithashtu përgjegjëse edhe për problemet e këqija të cilat i kanosen trupit dhe organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët thonë se hurmat arabis kanë më shumë antioksidant se fiqt dhe kumbullat. Antioksidantët që gjenden te këto produkte janë mjaft të rëndësishme edhe kundër inflamacioneve kronike, gjithashtu edhe mbrojnë shëndetin tuaj më mirë. Hurmat arabis janë miq të shëndetit tuaj mendor. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i hurmave të arabis mbron trurin kundër komplikacioneve të ndryshme, siç janë ato për shembull të Alzheimerit. Për më tepër, hurmat arabis do të përmirësojnë funksionet e trurit, përfshirjen e aftësive të nxënit, kujtesën, të menduarin, gjithashtu zbusin ankthin dhe komplikacionet e tij. Hurmat arabis janë një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit të rafinuar. Ato mund të përdoren në shumë receta edhe në vend të sheqerit. Mjafton t'i përzjeni ato në një mikser bashkë me pak ujë ose edhe me qumësht për të krijuar një pije të veçantë e cila do ju mbajë më energjik gjatë gjithë ditës. Për çdo lugë sheqeri që nevojitet në recetë, mund të përdorni një lugë nga pasta e hurmave. Kjo do ju ndihmojë të merrni përfitimet më të mira për organizmin dhe gjithashtu të mos shkaktoni luhatje të forta të sheqerit nëse e zëvendësoni atë edhe me hurmat arabis. Përfshirja e hurmave arabe në dietën tuaj do të jetë një ndihmë shumë e mirë për organizmin. Hurmat arabis janë të pasura me nivele shumë të mira të antioksidantëve. Hurmat arabis kanë nivele të larta të antioksidantëve. Këto përfshin polifenole, karotenoide dhe elementë të cilët kanë treguar se ndihmojnë në menaxhimin më të mirë kundër problemeve kronike dhe komplikacioneve të organizmit. Siguroni t'i konsumoni ato me kujdes dhe brenda normës së lejuar, kështu do të mbroni organizmin kundër problemeve të ndryshme kronike. Shëndeti juaj i zorëve do të mbështetet mjaft mirë me konsumin e hurmave arabe. Studimet e fundit kanë treguar se fibrat vazhdojnë të luajnë një rol mbështetës në shëndetin tuaj, duke nisur kështu nga nxitja e një mikroorganizmi të shëndetshëm të zorëve dhe reduktimi i problemeve të gjendjeve të ndryshme afatgjata, duke ndihmuar në betejën kundër problemeve të tilla.
Një studim i vitit 2015 të zbuloi se konsumi i hurmave arabe mund të ndihmojë në reduktimin e problemeve të zorrës së trash. Kjo falë përmbajtjes së lartë të fibrave të cilat ato kanë, polifenole këto të cilët përmirësojnë edhe efektet e ndryshme antimikrobike të organizmit tuaj. Konsumi i hurmave arabe në rutinën tuaj ditore mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër komplikacioneve. Hurmat arabe janë një ndihmë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të kockave. Hurmat janë një nga burimet më të mira edhe për shëndetin e kockave të mineraleve të cilat ato i kanë të nevojshme, përfshirë këtu: fosfor, kalium, kalcium, magnezi dhe vitamina, të cilat në kombinimin e tyre së bashku do ju bëjnë të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Hurmat arabisë, sipas ekspertëve, mund të lehtësojnë gjithashtu edhe problemet gjatë lindjes. Përfshirja e hurmave arabe në dietën tuaj në javët e fundit të shtatzanisë mund të nxjisë gjithashtu edhe një lindje më të mirë dhe lehtësim të komplikacioneve të saj. Për sa kohë ato janë përdorur si duhet, atëherë vlerat që do të merrni për shëndetin tuaj do të bëjnë një ndryshim më të mirë në këtë proces. Studimet kanë treguar se elementët që gjenden te hurmat arabe mund të jenë një zëvendësues shumë i mirë i niveleve të sheqerit që konsumoni gjatë gjithë ditës. Kështu përfitimet e tij në dobi të organizmit do të jenë të menjëhershme dhe lehtësuese kundër komplikacioneve. Hurmat arabe janë fantastike për shëndetin. Konsumi i tyre brenda normës së lejuar mund të kthehej në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ka mënyra të ndryshme të shijimit të hurmave arabe. Ato mund t'i përdorni në përgatitjen e ëmbëlsirave gjithashtu ose t'i konsumoni siç janë. Blerja e këtyre frutave të ëmbël është po aq e lehtë sa edhe ruajtja dhe magazinimi i tyre. Sidoqoftë kërkoni për ato të cilat janë sa më të freskëta dhe nuk përmbajnë gjithashtu edhe lëkurë të dëmtuar. Konsumi i hurmave arabe është i mirë për ata personat që duan të mbajnë trupin e tyre më në formë dhe të lehtësojnë gjithashtu kilogramët e tepërt. Kjo sepse ato do ju bëjnë të mbani trupin më të ngopur dhe gjithashtu të mos kërkoni ushqime të cilat nuk janë të shëndetshme për ju. Hurmat e arabisë janë perfekte për t'u ngrënë midis vakteve ose si një ëmbëlsirë për ata që duan të mbajnë linjat e tyre trupore më nën kontroll, por gjithashtu edhe për ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut ose dhe sëmundjet e zemrës. Një tjetër e mirë që hurmat e arabisë kanë është se ato nuk përmbajnë elemente të dëmshëm për organizmin, por përmbajnë nivele të mira të fibrave të cilat janë lehtësuese për sistemin tuaj tretës, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj kardiovaskular. Fibra e tretshme parandalon formimin e pllakave bakteriale dhe kolesterolit në arterje, duke u kthyer kështu në një element mjaft të dobishëm të shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Hurmat e arabisë kanë fibra të patretshme nga të cilat largojnë toksinat nga zorë duke shmangur kështu problemet që i kanosen kapsllëkut duke ndihmuar në një sistem më të shëndetshëm të tretjes. Ato janë një burim shumë i mirë i energjive tuaja trupore, çka do të nxisin të keni një organizëm më të shëndetshëm, më të fuqishëm dhe të keni më pak probleme të tilla. Vetëm për shkak të vlerave të tyre, ato janë lehtësuese shumë të mira të problemeve të kapsllëkut. Ekspertët këshillojnë 2 deri në 3 hurma arabie çdo ditë në mënyrë që përfitimet e tyre të jenë të plota dhe gjithashtu edhe efektive për shëndetin tuaj. Gjithashtu ato janë të pasura me nivele shumë të mira të kalciumit, lëndë ushqyese këto të cilat ndihmojnë në forcimin e kockave dhe dhëmbëve tuaj gjithashtu. Ato përmbajnë magnez, element i dobishëm për funksionin e duhur të muskujve dhe të sistemit tuaj nervor. Këto lëndë ushqyese janë një nga zgjedhjet më të mira për shëndetin e kockave. Bakri, zinko, magnezi, 3 lëndët ushqyese që gjenden te hurmat e arabisë, luajnë një rol fantastik për sistemin tuaj imunitar. Ekspertët këshillojnë konsumin e tyre të rekomanduar në bazën e rregull ditore. Kështu ndikimi dhe vlerat e tyre në organizëm do të jenë të plota dhe të shëndetshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.